Kjo është një situatë e cila sjell produktin e vëzhgimit tashmë dhe të Instatit, ku sipas të dhënave të saj, niveli arsimor i popullsisë në moshë produktive, pra mbi 25 vjeç, mbetet të jetë dominuar nga arsimi fillor, 8 dhe 9 vjeçar, zonja Sula. 52% e grave mbi 25 vjeç dhe 44% e meshkujve të kësaj grup moshe janë me arsim vetëm 8 ose 9 vjeçar, në kushtet e cilat arsimimi jemi si popullsi. Është dramatike, Arnold, është vërtet dramatike dhe shumë shqetësuese. Ka disa arsye, një nga arsyet ka të bëjë me mungesën e tregut të punës. Ju e dini që edhe nëse mbaron shkollën e mesme dhe shkollën e lartë, pjesa më e madhe e studentëve që mbarojnë janë një kontingjent për të shkuar jashtë vendit, po një pjesë tjetër për të siguruar mbijetesën janë të detyruar të shkojnë jashtë vendit dhe nuk e kryen arsimin, edhe arsimin 9 vjeçar ose arsimin e mesëm, dhe gjendja rëndohet edhe më shumë kur shifrat vinë dhe thellohen nga viti në vit. Keni parasysh që vetëm përmes emigracionit dhe shkëputjes së dijeve dhe të sistemit arsimor edukativ për një fëmijë ndikon që ai ta lënë. Ne kemi raste pafund të studentëve që fillojnë vitin e parë, mund ta fillojnë në 60 veta, 50 veta dhe në vit të dytë janë 30, 40 veta sepse largohen për një vit, largon 20 veta nga një deg studimore, që është një raport dhe një shifër alarmante për këto që merret me sistemin arsimor. Ndikon kjo në një terren të djerë që ka mbetur në Shqipëri, në gjithë infrastrukturat shtetërore që nuk ekzistojnë, të drejtësisë, të shëndetësisë, të arsimit dhe të një vrapi turri që shqiptarët me të drejtën e tyre e refuzojnë të jetojnë këtu dhe nuk intereson më as arsimi dhe as gjë dhe shkojnë jashtë vendit. Pra si është qëllimi për t'ikur, pra tregu i punës, vështirësitë ekonomike edhe për të nisur studimet e larta, por edhe largimet, sepse për të ndalur tek largimet, kurja e popullsisë, zonja Sula, sipas Instatit, kemi publikuar një lajm sot, 28.000 banor, mbi 28.000 banor kanë ikur vetëm në një vit. Instati që edhe ata mundohen të japin sa më të moderuar. Po, kur thot 28.000, ajo shifër është jashtëzakonisht e madhe. Më e madhe se gjithmonë Instati ose i shfryn ose i fryn në varësi të gjithë të dhënave të tjera që ne e dimë tashmë që nuk janë, pra janë zyrtare, por nuk janë reale për mendimin tim, ëh. Nuk do të thotë që janë reale, pavarësisht nga një institucion shtetëror dhe zyrtar. Është e lidhur me një kompleks mbijetese të kombit, për cilin unë nuk shoh asnjë shqetësim dhe unë kam bindje dhe e kam thënë më parë që kjo është një strategji dhe një politikë e mirë menduar. Të shkatrojmë arsimin. Kur shkatron arsimin, ti ke lënë një popull gjysmë analfabet funksional, e ke lënë errësirë, pa menduar se çfarë do ndodhi me të ardhmen e këtij populli, të fëmijëve të tyre e të tjerë. Të shkatrojmë shëndetësinë, të krijojmë agjenda dhe implementime të ligjeve dhe të injektimeve për diversitetin gjinor, pra siç janë këto të agjendave për njohje dhe për diversitetin gjinor që për cilën pati dhe dje koalicioni për pro familjes pati një protestë jashtëzakonshme. Ti marrim pronat të qytetarëve nga veriu në jug në mënyrë të dhunshme, ti tërheqim zvarrat, ose ti themi prit, ju o hikni ose mbyllni gojën këtu. Çfarë ndodh sot me shqiptarët? Një pjesë e madhe kanë hikur, auditorët janë bosh, shkollat janë bosh, po kur them bosh janë bosh, edhe shkollat në periferitë të Tiranës kanë një numër qesharak nxënësish. Dhe për periferinë e Tiranës, imagjinoni periferitë të tjera të qyteteve të Shqipërisë. Po. Dhe shqiptarët sot janë në kushte mbijetese për të përgjigjur pyetjes ekzistenciale. Do të rrojmë këtu dhe të kemi në kuriz gjatë kohës goditjen dhe çizmen e shtetit, po çizmen e shtetit pikërisht në mënyrë metaforike të shtypjen e madhe dhe presionin, dhunën psikologjike, monetare, fizike, nga të gjitha drejtimet. Çdo mos sigurimi të drejtave të qytetarëve është një dhunë në vete, apo do shkojmë dhe të paktën të jetojmë me 20 vjeçare, 9 vjeçare, të bëjmë një punë më se të zakonshme, në kuptimin ordiner të fjalës për zakonshmëri, pra në punë ordinere, dhe të jetojmë të paktën të qetë dhe të lirë. Pra kjo është krejt për mendimin tim është kaq e studiuar dhe menduar sa që një zbërje kombëtare që e nxjerr me dhimbje dhe artikuloj me dhimbje dhe unë vetë është në prag, ne jemi në kufi të zhbërjes, të shpërbërjes.